Gjakmarrja ka shkaktuar një tjetër viktim në veri të vendit, në vatrën e plagës së këtij fenomeni që e përgjak atë çdo vit. Dritan Proj, 26 vjeç, është ekzekutuar në qendër të qytetit të Shkodrës në rrugën Muzeale. Mbi të gjaksi Mark Njemza ka zbrazur plot një karikator pistolete tip TT. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 13. Vrasi është vetëm 21 vjeç. Ai ka zënë prit viktimës dhe ka qelluar 7 herë. I plagosur, Dritan Proj ka mundur të ecë për rreth 50 metra, por ka ndëruar jetë në një lokal. Nga të shtënat është plagosur dhe një kalimtar i rastit. Ludevik Marshi, 45 vjeç, është goditur me një plumb në këmbë, por është jashtë rrezikut për jetën. Mark Njemza, pasi ka kryer krimin, ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes, por është ndjekur nga një oficer policie. Pasi është konfrontuar me autorin, oficeri ka arritur ta prangosë 21 vjeçarin dhe të bllokojë armën e krimit. Psohet se babai i Mark Njemzës, punonjës i policisë së Shkodrës, është vrarë nga familja e Dritan Proj 6 vjet më parë.